hap sot tuneli i Murrizit, pjesë e rrugës së Arbrit që lidh Dibrën me Tiranën me një gjatësi prej 3.2 kilometrash. Ai shkurton ndjeshëm distancën dhe lehtëson lëvizjen e automjeteve. Në ceremoninë e hapjes mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Por Sali Berisha thotë se tuneli i Murrizit është ndërtuar jashtë çdo standardi dhe kostoja e rrugës së Arbrit është 3 herë më e lartë. Ai ftoi qytetarët në protestën nesër kundër mbylljes së TikTokut, ndërsa hodhi poshtë akuzat se në listat e mbyllura ka futur besnikët e tij. TikTok vijon të jetë ende aktiv në Shqipëri. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike sqaron se data 13 mars nuk ishte afati përfundimtar dhe se për mbylljen e aplikacionit do të kërkojë ndjekjen e disa fazave. Mira shqiptari u bashkuan festimeve tradicionale të ditës së verës në Tiranë dhe Elbasan pavarësisht modit të paqëndrueshëm. Bashkitë e dy qyteteve organizuan aktivitete të ndryshme për çdo grup moshë. Dali në dritë të tjera prova të SPAK për përfshirjen e Safet Bajrit në vrasjen e Fatbardh Licit në vitin 2018. Përmes përgjimeve dhe pamjeve filmike, prokurorët kanë mundur të zbardhin edhe rolin e ish të dashurës së tij të arrestuar. Kompania më e madhe gjermane e industrisë armatimit Rheinmetall njofton se këtë vit ka marrë rekord porosish për prodhimin e armëve. Drejtori ekzekutiv thotë se kurrë më parë në 30 vite karrierë nuk ka parë një kërkesë kaq të lartë. Anglia publikoi listën e lojtarëve që do të grumbullojë për ndeshjet kualifikuese të botrorit 2026 me Shqipërinë dhe Letoninë. Trajneri Thomas Tuchel vlerëson trajnerin shqiptar dhe lojtarët e skuadrës son kombëtare. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Është hapur sot për automjetet tuneli i Murrizit, që është pjesë e rrugës së Arbrit me një gjatësi prej 3.8 kilometrash që lidh Tiranën me qarkun e Dibrës. Atje ndodhet gazetari Max Rama, me cilin do të kemi tani një komunikim të drejtë për më tepër detaje. Maxi, kur është zhvilluar ceremonia e hapjes tunelit dhe kush ka marrë pjesë në të? Redi, ceremonia e hapjes së tunelit të Murrizit ditën e sotme është zhvilluar rreth orës 12:20 të mesdites dhe pjesëmarrës ka qenë kryeministri Edi Rama së bashku me ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, por edhe autoritetet e tjera lokale pra të zonës së Dibrës, por edhe të pjesës së Tiranës, të cilët kanë marrë pjesë në këtë inaugurim që duhet thënë që është pritur me shumë fest nga ana e banorëve të Dibrës. Ndërkaq, gjatë kohës që ke qëndruar aty, ka patur një fluks të shtuar të automjeteve? Duhet thënë që përgjatë paraditës së sotme ka patur një fluks tepër të madh, sidomos të automjeteve që vinin nga Tirana në drejtim të Dibrës, por edhe të Maqedonisë së Veriut, dhe janë dashur të presin për orë të tëra në fakt në trafik deri në momentin që është hapur zyrtarisht edhe tuneli dhe më pas trafiku i rënduar ka rënë më një herë, duke qenë se të gjithë qytetarët kanë patur mundësinë të kalojnë nëpërmjet tunelit të Murrizit. Maksi, sa pritet që ky tunel ta shkurtojë kohën e udhëtimit në rrugën e Arbrit? Redi, duke qenë se më parë për të përshkuar rrugën e Arbrit në drejtim të Dibrës duhet që të kalonin në bypassin e Murrizit, shumë pranë tunelit të Murrizit, duheshin rreth 2 orë në kohë të mirë pra gjatë periudhës së verës. Tashmë me hapjen e tunelit distanca është shkurtuar ndjeshëm, mund të jetë në varësi të shpejtësisë sigurisht të automjeteve, mund të shkojë rreth 1 orë e 15 minuta, pra e gjithë itinerari prej 74 kilometrash nga Tirana në drejtim të Dibrës. Të falenderoj Maxi për të gjitha këto detaje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thot nga ana tjetër se kostot e ndërtimit të rrugës së Arbrit janë trefishuar. Sipas tij, tuneli i Murrizit është ndërtuar jashtë çdo standardi, ndërsa Berisha ftoi qytetarët të protestojnë kundër mbylljes së TikTokut dhe hodhi poshtë akuzat se futi besnikët e tij në listat e mbyllura të opozitës. Pak pas hapjes së tunelit të Murrizit, Sali Berisha foli jo vetëm për kostot të tejfryra të rrugës së Arbrit, por edhe punime jashtë çdo standardi. 27 kilometra rrugë, të parashikuara për 160 milion euro. Kanë shkuar deri tani 450 milion euro. 3 herë mbi parashikimin. Zona është realisht problematike. Kurse parametrat e tjera të asaj rrugë janë cop.
Nga konferenca e përjavshme me media të rinj tiftoi që të shtunën të mblidhen në protestën kombëtare përpara kryeministrisë, në respekt të fjalës së lirë. Të protestojmë nesër para ndërtesës së Tiranit. Ndërsa më herët nga Elbasani teksa uroi qytetarët për ditën e verës, pa komentuar nuk la edhe largimin e deputetit Dashnor Sula, më i votuari i këtij qarku në primare. Midis betejës në sheshin e burrave, zgjodhi tikun edhe shkojnë punë vet. Bëri gabim, po prap ka kohë ta mendoja atë vendim. Qytetarët e Elbasanit në krah të kandidatëve demokratë ftoi që në 11 maj të mos votojnë asnjë parti opozitare përveç koalicionit Shqipëria Madhështore. Asnjë vot për patericat e Edi Ramës. Nga deputetët që mbeten jashtë listave kërkoi kontribut për rikthimin e demokratëve në pushtet, duke premtuar se pas zgjedhjeve do të kërkojë ndryshimin e kodit elektoral. Sot nuk u zgjodhe, nesër zgjidhesh. Shpresojmë që pas zgjedhjeve të ndryshojmë kodin dhe ta bëjmë të drejtë. Nga të vetët kërkoi bashkim në diversitet dhe fokusim tek prezantimi i programit ekonomik, që sipas tij është vënë në shënjestër të kryeministrit. Kanë 3 ditë që merren me dashsulën dhe me musteqet e Kujtim Gjusi. Ta duan që të eklipsojnë me propagandën e tyre një program madhështor. Berisha premtoi se do të ndërmarrë disa masa të rëndësishme ekonomike për të luftuar varfërinë, duke përfshirë një rritje të menjëhershme të pensioneve dhe pagave. Teksa mori pjesë në festimet e ditës së verës në Elbasan, Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos ka konfirmuar edhe një herë se Shqipëria e ka mundësinë që të mbyllë negociatat e antarësimit brenda 2027-s. Ajo thotë se për këtë mjafton që vendi ynë të mbajë të njëjtin ritëm të reformave që ka patur deri më tani. Në vizitën e saj 3 ditore në Shqipëri, Komisionerja e Zgjerimit Marta Kos kishte planifikuar dhe një ndalesë në Elbasan për të parë personalisht 3 projekte të financuara nga Bashkimi Evropian në këtë qytet, por nuk ka nguruar të bëhet pjesë dhe e festimeve për ditën e verës. Edhe pse Marta Kos ka vetëm pak muaj që ka marrë këtë detyrë, ka treguar se do të përshpejtojë procesin e antarësimit të rajonit. Ndoshta kjo lidhet dhe me faktin se ajo është me origjinë slovene, pjesë e Ballkanit. Optimizmin dhe pozitivitetin e saj për të shtyrë zgjerimin e tregoi dhe me xheste dhe fjalë të thjeshta në Elbasan. Më thanë që këto verurit sjellin fat ndaj vura 2, vura 1 për Shqipërinë dhe 1 për Bashkimin Evropian, të jenë fatësjellse. Pas takimeve gjatë e njëjtës me krerët më të lartë të shtetit dhe përfaqësues të partive politike dhe drejtuesit e institucioneve të drejtësisë, Kos thotë se e ka më të qartë realitetin në Shqipëri dhe ecurinë e reformave jetike për antarësimin. Shqipëria ka ecur në mënyrë të mrekullueshme, natyrisht që ka ende shumë reforma për të bërë, por në rast se i gjithë ritmi do të jetë ai që ka qenë deri më tani, atëherë do të përfundojë negociatat në 2027-ën. Besoj shumë shpejt Bashkimi Evropian nuk do të jetë një bashkim me 27 shtete, por me 28 ku Shqipëria të jetë antare. Elbasani e ka vazhduar edhe këtë vit traditën duke u shndërruar në kryeqendër e festimeve për ditën e verës. Mira qytetarë kanë ndjekur aktivitetet e shumta në shesh, ndërsa nuk kanë munguar edhe personat që kanë ardhur nga jashtë. Festimet e ditës së verës nisën në Elbasan që për ditës së shkuar me aktivitete dhe zbukurime që të ftojnë atmosferën e 14 marsit. Jam me qindra qytetarë të cilët janë mbledhur në qytetin e Elbasanit për të shijuar festimet në kuadër të ditës së verës. Ka dhe nga ata të cilët janë kthyer nga jashtë vendit për të shijuar festën tradit, e cila identifikohet me këtë qytet. Shumë bukur, gëzuar gjithve. Vi nga Athina, kam ardhur Kastile për ditën e verës. Uroj gjithë emigrantëve dhe gjithë shqiptarët janë këtu gëzuar ditën e verës. Gëzuar për të gjithë, unë herë parë që vi. Gëzuar gjithve. Nga jeni? Këtu nga Elbasani. Si ka ndryshuar festa në vite? Shumë më mirë. Gëzuar ditën e verës të gjitha shqiptarët. Një uroj nga zemra ime, gëzuar ditën e verës. Gëzuar ditën e verës. Dita e verës është një fest me origjinë të lashtë dhe Elbasani është qyteti i cili ka arritur ta ruajë mjaft mirë me të gjitha simbolikat e saj. Bollokumja, verore, lulet, të gjitha identifikojnë më në fund largimin e një sine të vështirë dhe të ftohtë siç është dimri dhe ardhjen e një sine të ngrohtë
ato të pranverës. Suada Shau, 36 vjeçë, që e vogël ka mësuar të bëjë dy ëmbëlsira traditë të ditës së verës, ballokumin dhe ravanin. Unë kam mësuar që kur ka qenë më e vogël, duke parë që nëna ime i gatuante, është edhe revania, që është shumë delikate në përgatitjen e saj. Sot ajo ka bërë mbi 200 ballokume, një pjesë të cilave e ka ndarë me më të dashurit siç është tradita e kësaj feste, ndërsa po ashtu traditë është që pas festimeve dreka të konsumohet në natyrë. Atë ka qenë në formën e një pikniku, gjithmonë mblidheshin familjarët, edhe dreka shtrohesh në një ambient të hapur. Sot u zhvillua një sër aktivitetesh mes të cilave panajeri bollokumes dhe aizejeve dhe një koncert që ngjiti grupin e njohur Elita 5 dhe këngëtarin Erdit Çun. Organizimet kanë nisur që në orët e para të mëngjesit dhe do të vazhdojnë deri në mbrëmjen e vonë për të mbajtur gjallë atmosferën për 14 marsin. Moti i paqëndrueshëm nuk i ndali festimet për ditën e verës në Tiranë. Bulevardi i Dëshmorët e Kombit dhe sheshi Skënderbej u shndërruan në arenë festimesh këtë të premte. Pas Elbasani, Tirana është qyteti i dytë më i madh festiv i ditës së verës. Edhe pse moti nuk ishte në favor të kryeqytetasve, nuk i ka penguar këta të fundit për të festuar ditën e verës dhe për të zbritur në sheshin Skënderbej dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku bashkia është kujdesur për të organizuar aktivitete të ndryshme për të gjitha grupmoshat. Është viti i parë që e festojnë në Tiranë, por që më duket shumë atmosferë e këndshme, më pëlqen. Shumë bukur. Gëzojme që ka një ditë të veçantë që të dalim të shëtisim. Përgjatë bulevardit nuk munguan punimet artizanale, agroturizëm, panajëri i luleve dhe i librit, si dhe muzikë nga DJ të njohur. Festimet e 14 marsit kanë tërhequr vëmendjen edhe të vizitorëve të huaj. Ne vim nga Franca, bëm një xhiro dhe duket shumë fantastike. Edhe ne kemi diçka të ngjashme si kjo fest në Francë gjatë dimrit ose verës. Ne kemi ardhur një ditë para në Shqipëri. Atmosfera është shumë e bukur dhe jemi duke e shijuar. Do blem edhe një verore. Krahas këndit sportiv, ajo që tërhoqi më shumë kurreshtjen e të vegjëlve, ishin 4 balonat me ajër, të vendosura për herë të parë në Tiranë në sheshin Skënderbej. Kam kaluar shumë bukur sot. Çfarë të pëlqen më shumë? Balonat. Me kaloj shumë bukur me familjen, një orë të gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës. Më pëlqen qyteti. Gëzuar ditën e verës. Basketbolli më pëlqeu më shumë. Gëzuar ditën e verës. Për shkak të festimeve, deri në orën 16 nuk lejohet qarkullimi i automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërsa në rrugën Ibrahim Rugova dhe Papa Gjon Pali deri në orën 23 të mbrëmjes. Platforma TikTok vazhdon të jetë e aksesueshme në vendin tonë. Autoritetet përgjegjëse thanë megjithatë për televizionin Klan se mbyllja do të bëhet me disa faza. Rrjeti social TikTok vijon të funksionojë në Shqipëri, ndërsa procesi për mbylljen e plotë të tij ende nuk ka përfunduar. Aplikacioni TikTok mbetet i hapur dhe funksional. Por ndryshe ndodh në shfrytëuesit e celularit, përpjekjet për të hyrë në platformë përmes një faqeje web rezultojnë të pasuksesshme, duke konfirmuar se bllokimi është zbatuar në këtë kanal. I kontaktuar nga televizioni Klan, autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike sqaron se data 13 mars nuk ishte afati përfundimtar për mbylljen e TikTok, por përfundimi i një faze të procesit i cili është ende në vijim. Lidhur me mundësitë e aksesimit të platformës përmes metodave që lejojnë përdoruesit të duken sikur ndodhen në një vend tjetër pa kufizime të TikTok, siç është përdorimi i VPN-s. AKSK tha se po punohet për të adresuar këtë çështje. Qeveria vendosi mbylljen e TikTokut për një vit në vendin tonë, vendim ky i nxitur nga vrasja e 14 vjeçarit në shkollën Fanoli në Tiranë. Një sasi lëndë plasëse e dyshuar tritol shpërtheu në orët e para të mëngjesit në Lezhë. Lënda plasëse ishte vendosur në pjesën e jashtme të një bar picerie dhe nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale. Nga këqyrja e kamerave të biznesit, burime bënë me dije se ka qenë një personi maskuar që dyshohet jetë autori vetëm i vendosjes së lëndës plasëse. Policia thot se po heton motivet e kësaj ngjarje dhe po punon për zbulimin dhe kapjen e autorit. Ndërkohë pronari i biznesit është marrë në pyetje nga Blu të Lezhës, por ai ka pohuar se nuk ka konflikte dhe se nuk ka dieni se kush mund të jetë autori i ngjarjes.
Kanë dalë në dritë të tjera prova që ka vënë në dispozicion prokuroria dhe që vërtetojnë përfshirjen e Safet Bajrit në vrasjen e Fatbardh Licit në vitin 2018. Përmes përgjimeve dhe pamjeve video, SPAK ka ndërtuar të gjithë itinerarin e ndjekur nga vrasësit, përfshirë këtu edhe rolin e luajtur nga ish e dashura e Safet Bajrit. Këto janë disa nga fotot e nxjerra nga kamerat e sigurisë në gjurmimin që prokuroria e posaçme ka bërë makinës autorëve të vrasjes së Fatbardh Licit në gusht të 2018-s. Itinerari i saj, karakteristikat fizike të makinës, ndërrimi që sipas SPAK ka bërë Safet Bajri dhe Asmer Bilali, të mjetit me të cilin janë nisur nga Tirana për në Shkodër, me ato që kryen vrasjen. Sipas prokurorisë shkojnë në harmoni edhe me disa përgjime që janë kryer në ato kohë. Në vendimin e masës, SPAK thot se Safet Bajri dhe Asmer Bilali janë nisur nga Tirana mëngjesin e datës 10 gusht 2018, herët dhe është konfirmuar që në orën 6:11 minuta kanë qenë në Lezhë. Bashkë me të hetuesit sqarojnë se ka qenë e pranishme edhe Eria Ago, në ato kohë e dashura e Safet Bajri, tashmë arrestuar prej disa ditësh. Ata kanë bërritur në Shkodër dhe kanë marrë një makinë gjyrgri me të cilën kryen krimin dhe kanë shkuar për në lagjen Kiras, në lokalin ku ishte viktima. Pas ngjarjes, SPAK thot se ka dokumentuar që ata kanë shkuar në zonën e njohur si Dobrazh dhe pranë një lokali që njihet si familjes Bajri. Hetuari Safet Bajri ka zbritur dhe është larguar, ndërsa Asmer Bilali ka djegur makinën. Më pas Bilali, i cili ka kryer ekzekutimin, flet në telefon me Eria Agon për vendin e takimit nga ku të dy nisen për në Tiranë dhe më pas për në Vlorë. Mjeti i përdorur nga Ago sipas disa vëzhgimeve në terren të bëra nga ish prokuroria për krime të rënda, ishte e Safet Bajrit. Nga ana tjetër të gjithë të hetuarit, por edhe Ibrahim Lici, ky i fundit i akuzuar nga Behar Bajri si organizator i vrasjes së mikut të tij Boran Bërçana dhe partneres së tij Silvin Doci, ishin në përgjim. Këto komunikime tregojnë se si Behar Bajri ka futur në konflikt Licin me Bilalin, konflikt që është pastuar me ekzekutimin e Fatbardh Licit. Si pasojë e kushteve meteorologjike në Adriatikun Jugor dhe erës së fortë në det, tragetet e linjës Durrës-Bari dhe Anasjeltas kanë pezulluar ditën e sotme lundrimet në nisje. Në këto kushte, pasagjerët që kishin planifikuar udhëtime ditën e sotme në këtë linjë janë lajmëruar për pezullimin e lundrimit, ndërkohë që tragedi i linjës Ancona-Durrës-Ancona mbërrin në orar dhe do të niset sipas grafikut. Kapiteneria e portit bën të ditur se lundrimet në linjën Durrës-Bari-Durrës do të rifillojnë sipas grafikut të shtunën. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen do të vizitojë Prishtinën javën e ardhshme në takimet e pritshme veç kërkesës për përparimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Në fokus të bisedimeve është edhe gjetja e të zhdukurve të luftës. Disa ditë pasi shefi i NATO-s, Mark Rutte, porositit Prishtinën dhe Beogradin të intensifikojnë dialogun ndërmjet tyre dhe të ndërmarrin hapa konkret, në Kosovë pritet të vijë dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Ai po vjen për herë të parë në Kosovë javën e ardhshme si emisar i BE-s. Nga Bashkimi Evropian kanë konfirmuar se ai në Kosovë do të qëndrojë nga data 17 deri më 19 mars. Përfaqësuesi special i BE-s Peter Sorensen planifikon të mbajë takimin e tij të parë të Komisionit të Përbashkët për Personat e Zhdukur, menjëherë pasi të vizitojë rajonin. Më 17 dhjetor Kosova dhe Serbia ishin pajtuar për zbatim të marrëveshjes për të zhdukurit. Më 15 janar pritej formimi i Komisionit të Përbashkët që do të mbikëqyrë zbatimin e deklaratës për personat e zhdukur, por takimi kishte dështuar pasi pala serbe kishte refuzuar për shkak të mbylljes së strukturave ilegale serbe nga Ministria e Punëve të Brendshme në koordinim me Policinë e Kosovës. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka bërë një lëvizje të fundit për të ndalur zemërimin popullor në lidhje me hetimet për tragjedinë e Tempit. Ai ka ndryshuar disa ministra, mes tyre edhe atë të transportit, ndërsa ka premtuar modernizim të rrjetit hekurudhor. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis riorganizoi kabinetin qeveritar pas pakënaqësive në rritje me menaxhimin e sistemit të mbingarkuar hekurudhor të vendit pas tragjedisë me 57 viktima të 2 viteve më parë. Ministri i ri i transportit Christos Dimas do të mbikëqyrë hekurudhat e Greqisë, ndërsa qeveria premtoi të modernizojë rrjetin hekurudhor pas tragjedisë. Kyriakos Pierakakis emërohet ministri i financave, ndërsa aleati i ngushtë i Mitsotakisit Kostas Hatzidakis mori një tjetër post të rëndësishëm në qeveri. Mitsotakis zgjodhi gjithashtu Stavros Papastavru dhe Nikos Tsafos për mjedisin dhe energjinë, pasi Greqia shpreson të bëjë ekonominë e saj më të gjelbër.
Riorganizimi erdhi pasi mijëra qytetarë dolën në rrugë duke kërkuar drejtësi për katastrofën më të rëndë e kurorëzore të Greqisë. Kjo ishte protesta më e madhe në vend ndër vite dhe ka tronditur qeverinë Mitsotakis, e cila duket se ka pësuar humbje të popularitetit sipas sondazheve, edhe pse i mbijetoi një mocioni mosbesimi javën e kaluar. Kremlini thot se përpara se të arrihet tek armëpushimi i propozuar nga amerikanët në Ukrainë, duhet dhënë përgjigje shumë pikpyetjeve që ngrihen lidhur me mënyrën se si ky armëpushim do të funksionojë. Zëdhënësi i Kremlinit thot se Moska ka optimizëm të kujdesshëm për këtë çështje. Moska shpreh optimizëm të kujdesshëm për propozimin amerikan për një armëpushim në Ukrainë. Një ditë pasi i dërguari i posaçëm i Shtëpisë së Bardhë Steve Witkoff i dorëzoi në Moskë palës ruse planin e armëpushimit, zyra e shtypit e Vladimir Putinit theksoi sërish se presidenti rus ka ngritur disa pyetje për homologun e tij amerikan, lidhur me mënyrën se si do të funksionojë armëpushimi ndërmjetësuar nga amerikanët. Zëdhënësi i Kremlinit Peskov tha se përpara se të organizohet një takim mes Donald Trumpit dhe Vladimir Putinit, që konsiderohet si një hap i rëndësishëm për fundin e luftës, duhet fillimisht u jepet përgjigje këtyre pyetjeve. Të njëjtën Vladimir Putin tha se ishte dakord për një armëpushim, por afatgjatë dhe jo 30 ditor saç propozon Washingtoni dhe Kievi. Ndërkaq ministri i jashtëm Ukrainas Andriy Sybiha njoftoi se Ukraina ka nisur procedurat për krijimin e një ekipi mbikëqyrës të armëpushimit që mund të arrihet së shpejti. Pavarësisht përpjekjeve diplomatike, në terren rusët kryen sulme me dron në Harkiv duke plagosur disa persona, ndërsa ukrainasit u përgjigjen duke goditur disa depozita nafte në rajonet perëndimore të Rusisë. Kombëtarja shqiptare do të luajë në kualifikueset e botrorit me fanellat e reja, të cilat janë prezantuar këtë të premte nga FSHF-ja. Federata e futbollit prezantoi fanellat e reja që lojtarët e kombëtares do të veshin që në ndeshjen kundër Anglisë, para e kualifikueseve për kampionatin botror të vitit të ardhshëm. Fanellat e reja përbëhen nga një grafike veçante stampore, e cila, duke nisur nga simboli i shqiponjës 2 krenore, përfshin një seri të pasur referencash dhe elementësh natyror dhe kulturor karakteristik të Shqipërisë. Fanela e parë për ndeshjet në shtëpi është sigurisht në ngjyrën tradicionale të kuqe. Një ndër elementët e uniformave të lojtarëve vijon të mbetet fraza "Ti Shqipëri më jep nder". Ashtu si të gjitha produktet e realizuara nga sponsori teknik i kombëtares Macron, edhe uniformat e reja janë prodhuar me materiale të ricikluara. Teknologjia e thurjes së copës siguron lehtësi dhe frymarrje të lartë. Fanellat e reja të kombëtares shqiptare kanë dalë në shitje online si dhe në dyqanet fizike. Ashtu si që ka bërë traditë, Megatek sjell edhe për këtë vit ditët e kopshtarisë, kështu deri më 20 prill në një hapësirë prej 16.000 metra shkatror do të ofrojë mbi 5.000 lloje lulesh dhe bimësh me ulje të çmimit deri në 60%. Megatek, lideri i kopshtarisë në rajon, ju fton të bëni pjesë një eksperiencë të papërsëritshme. Në një hapësirë gjigande prej 16.000 metra shkatrorësh në një ndriçim krejt natyral, çdo detaj është menduar për të ofruar një përvojë të jashtëzakonshme. Gjatë ditëve të kopshtarisë do të gjeni një parajsë të gjallë të mbushur me ngjyra, aroma dhe jetë natyrore. Mbi 5.000 lloje lulesh dhe bimësh nga 27 vende të botës dhe mbi 10.000 vazo e dekorues janë përzgjedhur me kujdes për të plotësuar çdo ëndër të adhuruesve të natyrës. Nga lulet plot ngjyra për ambiente të brendshme e të jashtme, tek bimët dekorative dhe pemët frutor, të gjitha do t'i gjeni në Megatek për të krijuar një oazë të personalizuar në shtëpinë apo kopshtin tuaj. Ekspertët e kopshtarisë së Megatek, të cilët janë gjithmonë të gatshëm për të ofruar këshilla dhe ndihmë profesionale, do të mundësojnë mbjellje falas për të gjithë. Për të shtuar emocionin deri më datë 20 prill gjatë ditëve të kopshtarisë, Megatek ofron ulje të mëdha në të gjithë kategoritë. Megatek, bëje mirë, bëje vet. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.